Shqipëria e ka menaxhuar në fakt përmes bordit të transparencës, i cili aktualisht pra që flasim nuk është më në funksion për shkak se u quajt e përmbyllur pra veprimtaria deri në atë moment. A mendoni se me këtë rritje të çmimit që pritet pra në tentativë dhe nëse do kemi përsëri të njëjtën situatë, do jetë e nevojshme përsëri ndërhyrja e këtij bordi? Mendoj që në të gjitha rastet që bordi i transparencës ka operuar, pra si në rastin e parë në situatën e luftës mes Rusisë dhe Ukrainës, po edhe aktualisht, bordi i artuar për tregun e hidrokarbureve, por edhe bordet e tjera për produktet e tjera në rastin e mëparshëm, nuk është se në gjykimin tim ka dhënë një efekt të pritshëm. Nuk ka dhënë një efekt të pritshëm sepse kur flasim për grupe pune ad hoc, pra ndër institucional, ndërdisiplinor, dhe ngarkesa apo përgjegjësia ligjore normalisht shpërndahen në mënyrë të tillë që ne nuk arrim dot të gjejmë përgjegjësin final.